Nëse nuk i shpenzon dot 3.000 euro në muaj për psikolog personal, atëherë duhet ta kuptosh vetë diçka themelore për prindërimin. Cila është pika më e dobët e prindërimit? Të gjithë bëjnë sikur nuk e shohin, edhe pse e kanë aty përpara syve. Çfarë ndodh kur prindi nuk mundet të bëjë kalimin e pushtetit nga vetja tek fëmia? Të gjithë prindërit kanë shumë dëshirë që fëmia i tyre të rritet, ta ketë veten në dorë, të përparojë, të bëhet i vetëmjaftueshëm, por pastaj kur shikon se si disa prindër i rrisin fëmijët e tyre, për 18 vite me radhë, po i trajnojnë fëmijët të bëjnë vetëm një gjë, të binden për puthshmëri. Pika, asgjë tjetër. I shpërblejnë për të bërë saktësisht ato që u thuhet, kur u thuhet dhe si u thuhet. Dhe pastaj puf, natën e 18 të ditëlindjes nga ora 23:59 deri në 24, në ato 60 sekonda, pra prindërit presin që të ndodhë një transformim magjik. Presin që brenda asaj minute fëmia të bëhet zoti i vetes, të di të gjej punë, të di të kursej, të di të menaxhoj kohën, parat, të di të tërheq një vajzë mirë në jetën e tij nëse është djalë. Eskuçame. Po fëmia nuk bëhet magjistar kur mbush 18 vjeç. Është prapa ai prej kocke, mishi, muskuj, atome që ishte deri dje. Nëse djali apo vajza jote nuk po i përmbush ato pritshmëri, mund ta them me 90% se ti si prind po rrezikon të dështosh në diçka shumë specifike. Kalimin e pushtetit. Çfarë ndodh kur prindi nuk e bën kalimin e pushtetit gradualisht nga vetja tek fëmia? Ndodhin dy gjëra. E para, i bëhet super i varur, fëmia, liria i krijon panik fëmijës, edhe vendimet më të vogla ua kalon të tjerëve. Edhe për të porositur në restoran do pres të shoh çfarë do porosisin ato 3 tjerë në tavolinë përpara. Ose tjetra, ai e sheh pushtetin vetëm si formë kontrolli për të nënshtruar ose për të nënshtruar të tjerët, për të humbur ose për të fituar nëpërmjet konfrontimit. Të mësosh fëmijën pra se si të marrë vendime është njësoj si shkrimi ose gatimi, është një aftësi që kërkon praktik, është një proces, provo, gabo, korrigjo. Tani si gjithmonë, ato që them unë nuk janë opinionet e mia. As nuk i kam vjelur në pemë, por kanë burim. Unë thjesht nënvizoj fjali, i them qartë. Dhe kështu unë të kursej ty, mbi 1500 faqe lexim, mbi 120 euro blerje, dhe mbi 2 muaj kohë për të lexuar libra prindërimi shkencor. Kjo është një dhuratë që unë e bëj vetëm për ata që janë me mua në YouTube. Problemi i transferimit të autoritetit në prindërim është i njëjtë me atë të violinistit klasik. Imagjino sikur po trajnon dikë të luajë Mozartin për 2 dekada. Okej? Ata tani duhet të lexojnë notacionet muzikore në mënyrë të përsosur, të mos devijojnë kurrë, të mos improvizojnë kurrë, dhe pastaj në ditëlindjen e tyre të 21 i jep një kitarë elektrike dhe e shtyni në skenë dhe ju lërisni. Luaj tani, shkëlqe. Dhe ata thjesht qëndrojnë atje, të ngrirë. Natyrisht, sepse nuk kanë luajtur kurrë asnjë notë që nuk ishte shkruar për ta më parë. Pra sot do të merremi me një temë që do t'i bëj disa prindër të djersin pak, por do të paguaj shumë në afatgjat, në kohë. Po eksplorojmë pra artin e frikshëm të lëshimit të kontrollit bazuar në një kornizë të saktë, të krijuar nga ekspertët më të mirë të botës. Nuk po bëjmë shpalljen këtu që urra, lirini fëmijët të bëjnë çfarë të duan. 999. Nuk ka të bëj fare me kaosin, është diçka jashtëzakonisht e strukturuar. Në procesin e kalimit të pushtetit nga prindi tek fëmia, ekziston një hallkë e mesme që mundëson suksesin e atij procesi. Dhe në këtë hallkë të mesme ju kaloni nga roli i prindit tek roli i partnerit mbështetës. Mekanizmi pra i këtij ndryshimi delikat mundëson kalimin nga roli i oficerit të sigurisë të fëmijërisë së hershme në më shumë në një rol konsulenti për të rinjt. Aftësia për të marrë vendime nuk është një dhuratë që fëmijët thjesht e zhbllokojnë kur rriten. Nuk është as një privilegj. Jo, ai është si një muskull, është si një aftësi fiziologjike që ti e stërvit. Dhe si çdo muskull, nëse një fëmijë nuk e ngre kurrë peshën e një vendimi, dhe me këtë dua të them edhe peshën e rëndë të pasojave, ai muskull atrofizohet. Si rregullohet tani ky problem? Tani kemi mbritur tek thelbi sepse bëra unë këtë video. Ekzistojnë 3 pengesa të mëdha që i ndalojnë prindërit të lëshojnë gradualisht kontrollin. Pengesa e parë është autoriteti. Mesazhi kryesor që duhet të fusesh në xhep nga kjo video është ky: dallimi midis autoritetit të bazuar në rol dhe autoritetit relacional. Ku dallojnë tash njëri nga tjetri? Shumica prej nesh
kalojmë besojmë tek autoriteti i bazuar në rol, pra, që buron nga statusi. Unë jam prindi, ti je fëmia, bëje sepse të thash unë kështu. Je i detyruar. Ka të bëj pra me hierarkin, me rendin, modeli ushtarak pra. Ky lloj autoriteti është në të vërtetë jashtëzakonisht i brisht. Intuita të thotë sikur prindërimi i rrept, strikt autoritar është më i fortë. Në fakt është më i brishti se gjithë tjerët, sepse rrëzohet sapo fëmia të fillojë të mos bindet. Kërkon pra presion moral të vazhdueshëm për ta mbajtur. Një herë që ndeshet me kundërshti, kërkon shumë punë për të rivendosur. Dhe ndërsa fëmia rritet dhe bëhet akoma më i fortë, më i pjekur mendërisht, duhet akoma më shumë ti si prind ta intensifikosh forcën tënde për ta mbajtur kontrollin. Thjesht pra krijon një luftë të brendshme të përhershme për pushtet midis teje, prindit dhe fëmijës. Tani cila është alternativa? I dyti është autoriteti relacional. Ky është autoriteti i ndërtuar mbi mirëbesimin, mbi dialogun, mbi modelimin e sjelljes dhe historikun e dinamikës midis meje, prindit dhe teje, fëmijës. Autoriteti strikt thot, fike telefonin, është ora 11 e darkës. Kurse autoriteti relacional thot, a nuk të flihet pak më herët sonte? Të gjova se ishe lodhur shumë sot. Njëri krijon rezistencë, tjetri krijon reflektim. Është njësoj si të thuash, unë nuk po të detyroj ta bësh këtë gjë sepse jam shefi, po të këshilloj ta bësh sepse kam përvojë dhe të dua. Kjo nuk kupton se ata thjesht edhe mund ta injorojnë këshillën tënde, ta shpërfillin fare, dhe ju e bekoni gjithsesi zgjedhjen e tyre. Dhe këtu vjen paradoksi tani. Lëshimi i kontrollit në të vërtetë e rrit ndikimin tënd. Si shpjegohet ky paradoks? Kur një fëmijë kupton që ti po e udhëzon, nuk po e qeveris, ndihet i sigurt. Nëse ata injorojnë këshillën tënde dhe dështojnë, ata kthehen prapë përsëri të këtij për ndihmë, sepse ti si prind nuk e dogje urën që në kryet herës, e la derën hapur që ata të kthehen për këshillim prapë me ty. Të respektoj pra për shkak të marrëdhënies që kemi krijuar bashk dhe jo për shkak të rangut tim si prind. Ky është themeli i autoritetit relacional. Dhe kjo na çon te pengesa e dytë, sepse ti shikosh fëmijët duke e shpërfillur, duke e injoruar këshillën tënde dhe duke dështuar, është e dhimbshme për çdo prind. Pengesa e dytë pra është rezistenca emocionale dhe katastrofimi. Hobi i fshehtit çdo prindi është katastrofimi. Kjo është kur një prind sheh një dështim të vogël, për shembull një fëmijë që nuk i çon rrobat e palesrës se klavatriçja, dhe menjëherë prindi parashikon një të ardhme katastrofike për këtë fëmijë. Nëse ai nuk gjen çorapet e veta sot, mendon prindi, do të jetë një zhulc në kolegj, do të dështojnë në të gjitha klasat, do ta pushojnë nga puna, do të përfundojë duke jetuar nën urë, sepse nuk i bie mbrapa vetes ky djali im. Gjithçka për shkak të një palë çorapeve. Besojnë pra se një dështim i vogël krijon këtë defekt të përhershëm karakteri tek ata. Pra nxitohen prindërit shumë shpesh. Ankohen, përpiqen t'i shpëtojnë fëmijët e tyre. I shpëtojnë fëmijët e tyre nga një katastrofë e mundshme e cila po ndodh literalisht vetëm në mendjen, në kokën e tyre. Pra, mesazhi këtu është ky. Pendimi është një pjesë thelbësore e të mësuarit. Një pendim i fëmijës për atë që zgjodhi vet vlen më shumë se 100 leksione nga prindi. Lejimi i fëmijës pra të përjetojë një pasojë të durueshme, të tipit që do të duhet të veshësh rroba me aromë të stazionuar të nesërme në palestër, është 1.000.000 herë më i fuqishëm se mbajtja e një leksioni mbi të ardhmen e njerëzimit. Termi kyç këtu është pasojë e durueshme pra. Nuk po i lejojmë ne tani që të luajnë me Lego të sheshi Wilson në trafik. Më kupto, ka çështje sigurie ku ti i lejon. Por të veshin rroba me aromë të pakëndshme për një ditë është më mirë, është leksion më i vyeshëm. Nëse vazhdimisht pra i shpëtojnë fëmijët e tyre nga këto pakënaqësi të vogla që janë pasojë të sjelljes së tyre, po grabitni një mësim të vyer, po u vidhni në thelb krejt pa dashje maturimin. Kjo na çon te pengesa e tretë tani, të cilën mendoj se është edhe më e fshehta sepse duket si dashuri. Pengesa e tretë është dhënia e tepërt. Kjo është një grack kaq e fshehtë. Le ta marrim një shembull mëngjesi.
Imagjino një nën që zgjohet në orën 5 të mëngjesit, merr mielin, shtyll portokallët të freskëta, hap brumin, pastaj bën ato paninet e shijshme në furrë, i mbush me gjëra ushqyese, investim i lartë emocional apo jo. Dhe fëmia zgjohet më vonë dhe thot: "Jo, nuk jam i uritur. Do të marr një krep rrugës." Dhe çdo nënë do t'i vinte plasja në këtë pikë. Unë lodhem kaq shumë, ja edhe ti je kaq mosmirënjohës. Besoj e ndjen këtë tension, më merr mendja. Fëmia është thjesht i hutuar, ata thjesht dëshironin një krep, nuk e din mundin që bëre ti para se të zgjoheshin ata. Por prindi ndihet i refuzuar personalisht e merr personale këtë gjë që ndodhi. Ky është rreziku pra i dhënies së tepërt. Krijon një borxh të fshehtë. Prindi mendon pa vetdije, bëra këtë gjë masive për ty, u zgjova në 5 mëngjesit, gatove, prandaj tani ti më ke borxh të më bindesh. Më ke borxh vlerësimin, më ke borxh ta hash ato që të bëra unë dhe pse nuk të pëlqen. Pra e gjitha bëhet një marrëdhënie transaksionale. Dhe vret hapësirën për autonominë e fëmijës. Fëmia nuk mund të bëj një zgjedhje të lirë si thjesht të mos jetë i uritur, sepse rreziqet emocionale janë shumë të larta. Ata përfundojnë duke u dashur të menaxhojnë emocionet e prindërve të tyre. Pra këshilla është këtu cila? Bëj më pak, këshilla është investimi i moderuar, mos u turrni si prindër të bëni gjithçka. Vër qumshin dhe bukën aty në tavolinë, nëse e han mirë, nëse nuk e han në rregull. Nuk ke humbur asgjë në këtë pjesë. Lë hapësirë pra që ata të ekzistojnë pa ndier që zgjedhjet e tyre janë si një sulm personal ndaj teje. Ky është një dallim themelor që duhet bërë. Tani, pasi pam këto 3 pengesa që ishin autoriteti i rrem, katastrofimi, gracka dhënies së tepërt, duhet të shohim çfarë ndodh nëse nuk i kapërcejmë këto pengesa si prindër. Këtu vijnë rreziqet tani. Dhe këtu sinqerisht do të trembeni pak, por keni durim. Pra, çfarë do ndodh me fëmijën kur nuk ka mësuar kurrë të marrë vendime vetë, të vendos? Ata rriten dhe bëhen 2 lloj njerëzish, dhe të dyja llojet janë të tmerrshme. E para është ajo që quhet delja e humbur. Ky është ai i rrituri që është thjesht plotësisht i paralizuar nga liria dhe çdo lloj sensi lirie, ajo që Heidegger e quan Dasein. Dua të them, ata gjithë jetën e tyre kanë qenë duke ndjekur një skenar pra nga prindërit, çdo gjë të diktuar 1 2 3 4 5 ose nga mësuesit. Dhe kur kjo lista mbaron, ky skripti mbaron, fleta e udhëzimeve pra, ata futen në panik, sepse gjithë jetën dikush tjetër ka vendosur për ta. Dhe tani pa një skenar, pa një skalet, kemi panik total. Ata u akalojnë vendimet e mëdha apo të vogla personave të tjerë. Në fillim u delegojnë prindërve, pastaj ndoshta një partneri dominues, një shefri mikromenaxhues ose thjesht ndjekin turmën. Ata vërtet pra nuk e dinë se çfarë duan, sepse nuk kanë praktikuar kurrë të dëgjojnë atë zë të brendshëm që të thojë ashtu siç e thot intuita atyre. Është pra ai personi në restorant që nuk mund të porosisë një darkë apo çfarë do tjetër pa pyetur 3 njerëz të tjerë se çfarë po marrin ata së pari. Situata e dytë, kemi agresivin ose rebeli, por jo një rebel me një kauzë, është një rebel me një refleks. Çfarë dua të them rebel me një refleks? Rebeli me refleks është ai personi në punë që refuzon çdo sugjerim nga shefi apo nga kolegët edhe kur sugjerimet janë për të mirën e tij, thjesht për të provuar se nuk mund të kontrollohet. Pastaj habitet pse karriera nuk po ecën. Ky pra është ai burri që kur grua i thot ndoshta duhet të shkoj majtas dhe ai merr djathas automatikisht. Jo sepse e di rrugën më mirë, por sepse nuk mund të pranoj udhëzim, sepse nuk u është dhënë kurrë autonomi dhe tani duan ta marrin me kundërshti. Ata mësuan se e vetmja mënyrë për ta marrë atë lloj autonomie ishte të luftonin vazhdimisht për të. Pra si të rritur ata u rezistojnë këshillave edhe kur këto këshilla janë të mira, thjesht sepse duan të provojnë se ekzistojnë. Gjithçka bëhet pra një luftë për pushtet. Pa dashje, prindërit kështu po rrisin njerëz që janë ose të paralizuar, delja humbur, ose njerëz që janë përherë në mbrojtje sulmuese, pasiv-agresiv. Asnjëri prej ekstremeve pra nuk është i mirë. Ideale jo. Pra tani le të flasim se çfarë alternative tjetër kemi në dorë.
Ti bërë gjërat pak më vizuale të kuptueshme, le ta krahasojmë vendimmarrjen me aftësitë e tjera siç janë gatimi apo shkrimi. Ju nuk do të prisnit pra që një fëmijë papritur të di të bëjë një vakt të gatuaj për 5 persona vetëm sepse mbushi 20 vjeç. Natyrisht që jo. Fillon që i vogël me gjëra që janë të lehta për të bërë. Një herë përzihen tenxherën, pastaj ndoshta presin një perime, pastaj përpiqen të gatuajnë një vezë dhe tani vjen pjesa vendimtare. Ata djegin bukën e thekur. Dhe duhet t'i lësh ta hanë bukën e thekur të djegur. E përsëris duhet t'i lësh ta hanë bukën e thekur të djegur, pikërisht sepse buka e djegur është sekreti. Vetëm kështu ata mësojnë se burma në toster ishte shumë e lartë. Por këtu prindërit ngecin. Kanë frikë pra se nëse u japin fëmijëve zgjedhje të tepërta, ata thjesht fëmijët do zgjedhin rrugën më dembele. Do të luajnë lojra, videolojra, do të hanë Cheetos, patatina, derisa të shkrihen në divan. Kjo është një gënjeshtër e madhe që materiali nga ekspertët e trajtojnë drejt për drejt. Fëmijët kanë një forcë, një prirje jetësore për të çelur si një farë që hedhim në tokë. Ata duan në mënyrë natyrale që të rriten, të shpërthejnë. Ata duan të eksplorojnë, të zotrojnë gjëra, të shtyjnë kufind. Kjo është natyra e tyre. Pra nëse një fëmijë po të duket dembel, çfarë po ndodh? Nëse një fëmijë duket i pamotivuar, nuk ndodh sepse fara e hedhur atje në tokë është me defekt, po ndodh sepse është mjedisi, toka përreth është e papërshtatshme. Shpesh dembelizmi mund të jetë një simptom mbi ngarkese, por në shumë herë është një strategji mbrojtjeje pra, kundër presionit të jashtëm të lartë. Pra, nëse bima nuk po rritet, mos i bërtit rrënjës. Kontrollo tokën, si është toka. Kur kontrolli jashtëm pra është shumë i lartë, shumë strikt, ai vitaliteti i brendshëm i fëmijës fiket, mbyllet. Nëse nuk mund të fitoj, s'po luaj fare pra. Si prind ke detyrë pra që të krijosh parakushtet njësoj si xhbuiku për bimën edhe për fëmijën tënd që të lulëzoj. Por gjithashtu nga ana tjetër nuk mund ta lësh një fëmijë 3 vjeçar që të lozë me një thik mishi. Pra nga duhet t'ja fillojmë me këtë proces. Fillohet me gjëra që nuk mbartin rreziqe sigurie, me ato që quhen preferenca, jo në gjëra që kanë të bëjnë me sigurinë pra dhe parimet themelore. Për një fëmijë të vogël, ç'a do të thotë kjo për një fëmijë të vogël? Ka të bëjë me gjërat e tipit dëshiron ujë apo qumësh, dëshiron këmishën blu apo këmishën e kuqe. Pastaj më vonë ju nuk hyni kurrë në dhomën e tyre pa trokitur, pa i pyetur. A mund të hyj nesër paraditën në dhomën tënde për të pastruar? Dhe pastaj ata përgjigjen me po ose me jo. Kështu pra ju e zgjeroni gradualisht hapësirën e situatave ku ata mund të ushtrojnë vendimmarrje. Mirë. Dhe gjithashtu, në këtë pikë del gjithmonë dikush që thotë, kjo duket kaq banale. A krijon vërtet zgjedhja një këmishe një lider? Duket sikur është diçka e papërfillshme për këtë premtim kaq të madh. Sigur s'ka shanse. Kështu që le të bëjmë një ushtrim të vogël intelektual. Ta shohim situatën nga perspektiva e tyre. Për ne është thjesht një këmish, ndërsa për ata mesazhi i brendshëm është i thellë, është një zë, pra unë pas kam një zë, dëshira ime mund të ndikoj realitetin tim. Zgjedhjet e mia respektohen, mendon fëmia. Është hera e parë pra ku fëmia kupton se nuk janë thjesht një personazh dytësor në filmin e prindërve të tyre. Nuk janë një zgjatim as bishti i prindit. Ata për herë të parë në jetën e tyre bëhen të vetëdijshëm për gjën më të shtrenjtë në këtë jetë, vullnetin e lirë. Nëse si prind, vazhdimisht janë shkalon këtë gjërat vogla, jo vish këtë këmishën këtu se unë jam prindi, e di më mirë, e di çfarë thri më mirë, se si dukesh më bukur, po i mëson se sinjali i tyre i brendshëm është i parëndësishëm. Tani më lejo një histori të shkurtër. Është historia e një djali 10 vjeçar në Gjermani, i cili ishte i afeksionuar pas kaloi një fazë shumë dashurie, pasioni për të veshur fustanellën shqiptare, e cila në shoqëri është një pengesë për shumë prindër, sepse të dalësh me fustanell jashtë, sigurisht këta prindër me të vërtetë e lejuan. Pastaj djali erdhi dita që duhet të bënte një performancë orkestre. Orkestra ka një kod të rrept veshje apo jo. Dhe djali dëshironte që të shkonte në orkestër me fustanell. Tani reagimi instinktiv i prindërve është zakonisht një nga dy gjëra, që
ose jo, djemt nuk veshin fustanella, por veshin pantallona, kështu që vish këto. Ose jo, prap jo, nuk mund të veshësh fustanell sepse mendojmë se dukesh çuditshëm. Por këta prindër në këtë histori bën diçka të shkëlqyer, ata e shikuan kërkesën me imtësi. Rregulli i orkestrës nuk ishte që djemt duhet të veshin pantallona. Rregulli ishte të gjithë interpretuesit duhet të veshin të zeza. Pra prindërit i thanë djalit tyre që mund të veshësh një fustanell nëse dëshiron, ose mund të veshësh pantallona, dëshira është e jotja, zgjidh ti. Por çfarëdo që të zgjedhësh, duhet të jetë e zezë. Ky është pra një dallim kaq i holl, por shumë i fuqishëm, sepse ata po e mbështesin rregullin e jashtëm të orkestrës, ligjin e orkestrës, por po i lejojnë fëmijës autonomi brenda hapësirës së atij rregulli. Hoqën preferencën e tyre, ankthin e tyre social dhe u përmbajtën tek faktet. Dhe si përfundim, djali gjeti një fustanell me ngjyrë të zezë, shkoi në orkestër, u ndjej respektuar, i ndoqi të gjitha rregullat dhe askush nuk vdiq atë ditë. Tani le të kalojmë tek një skenar tjetër që është tipik i çdo familjeve që kanë këto fëmijët që ndjekin këto kurset jashtëshkollore. Është ajo që bëjnë zakonisht fëmijët pasi nisin ato leksionet e muzikës. Unë dua të luaj violinën, pastaj pas 3 javësh unë ju urrej violinat. Dhe prindërit shndërrohen në një makineri ankesash. Po pse nuk po praktikon? Ne paguam për mësimet tua, ne s'kemi para për të humbur. Kthehet në një luftë pra çdo natë, e cila thjesht e shkatron marrëdhënien me fëmijën dhe siguron që fëmia ta urrejë një herë për gjithmonë muzikën. Tashi ne do të sugjerojmë një qasje tjetër ndaj kësaj. Bazohet tek një kontratë e qartë. Si funksionon kjo? Marrëveshja është kjo. Ne prindërit do të mbështesim ty, do të paguajmë për mësimet, do të marrim me qira instrumentin, por të mësuarit ama, kjo është zgjedhja jote. Pra, për këtë nuk ka asnjë ankesë. Rregulli është i thjeshtë. Nëse zgjedh violinën, duhet të stërvitesh, duhet të luash çdo ditë. Nëse nuk stërvitesh, e kthejmë instrumentin atje ku e morëm me qira. Fundi historisë. Nuk inatosesh, nuk bën leksione, nuk bën predikime morale. Kjo tingëllon e thjesht, sigurisht, por ta aplikosh në të vërtet ka një dozë vështirësie, por nuk është aq e pamundur. Thjesht i thua fëmijës, "Okej, po shoh që nuk je stërvitur për 2 javë. Kjo më tregon se ke marrë një vendim që të mos vazhdosh." Dhe e merr instrumentin mbrapsht. Unë e kuptoj se për disa prindër kjo duket sikur po e lini fëmijën të dështojë, njësoj sikur ti je duke parë një aksident në slow motion. Po shiko se çfarë po fiton fëmia nga kjo. Ata mësojnë se veprimet e tyre kanë pasoja të drejtë për drejta. Është logjike. Nuk u stërvita, prandaj violina ime u zhduk, iku. Në vend se të thonë nuk u stërvita, nëna më bërtiti, babai më bëri moral, u ndjeva fajtore, por ende unë kam violinën në shtëpi që rri kot. Njëra metodë i mëson fëmijës shkak pasojen, pra, kurse kjo tjetra i mëson se nëna është bezdisëse dhe babai është trysnues. Tani le të kalojmë tek ana praktike e gjërave. Si ti mbështesim pra këto vendime që marrin fëmijët në momentin që shfaqen. Puna e parë duhet të sqarojmë pak një nuancë rreth mënyrës se si heqim dorë nga gjërat, zakonisht. Respektimi i zgjedhjes nuk do të thotë se thjesht bie dakord me një herë kur një fëmijë thotë dorëzohem. Apo jo. Sepse më herët folëm për violinën, nëse ndalojmë stërvitjen e kthejmë ato ku e morëm, okay. Por mund të kemi edhe një histori për shembull tjetër kur për një vajzë që dëshironte të hiqte dorë nga muzika. Edhe këtu në këtë rast roli i prindit si konsulent shkëlqen. Vajza dëshironte të dorëzohej, në vend që thjesht prindit i thoshte mirë, okay, ose jo, mund të heqësh dorë ose jo, nuk mund të heqësh dorë, prindërit mund të gërmojnë pak më thellë. Sepse ata mund ta pyesin vajzën pse. Dhe e pyetën vajzën pse dhe doli se ajo nuk e urrente muzikën, ishte thjesht mbi ngarkuar nga menaxhimi i kohës nga shkolla e mesme, ishte mbi ngarkuar nga detyrat e tepërta. Pra, dua të dorëzohem ishte në të vërtetë një thirrje për ndihmë me orarin dhe me agjendën e saj. Prindërit në këtë pikë nuk e gjykuan, e ndihmuan që ajo të analizonte problemin më mirë. Gjetën pra një zgjidhje së bashku.
seanca stërvitje më të shkurtra ose më të fokusuara dhe ajo vazhdoi të luante. Nëse prindërit do të kishin zbatuar këtë rregullin e përhershëm, nuk lejohet dorëzimi në këtë pikë, ajo do ishte djegur. Do ishte mbi ngarkuar, do kishte mbytur veten, por nëse ata thjesht do thoshin dorëzohu, ajo do të kishte humbur një aftësi që në të vërtetë donte. Pra, të bësh vendimarrje do të thotë ti ndihmosh fëmijët të analizojnë përset pra pas zgjedhjeve që ata po bëjnë, e cila na çon te metoda kur një fëmijë është në konflikt të brendshëm, pra në lidhje me një vendim që dëshiron të marrë. Hapi 1, që është edhe më i vlefshmi, është të ndaloni. Thjesht ndalo. Thjesht çepe mbylle, mos je pas një herë një mendim tëndin. Prirja për ta bindur fëmijën është e kundërta e mirë kuptimit. E përsëris. Është shumë kritike kjo që ta kuptosh. Bindja është e kundërta e mirë kuptimit. Momenti kur fillon ta bindësh fëmijën, për shembull, ti je kaq e mirë në muzikë, nuk mund të dorëzohesh, fëmia më njëherë fillon të mbrohet. Jo, e urrej. Dhe tani sapo ke krijuar një debat me të. Duhet ta ndalosh debatin përpara se të fillojë. Pra ndalo, kafshoje gjuhën. Dhe pastaj hapi 2, artikulo. Çfarë do të thotë kjo? Artikulo. Vepro si pasqyrë për fëmijën. Kur një fëmijë është në konflikt të brendshëm, do të thotë se brenda tij janë dy anë të kundërta që po fërkojnë brinjet me njëra tjetrën brenda tij dhe fëmia nuk po arrin të gjejë një mënyrë për t'i pajtuar. Detyra jote si prind tani është që në këtë moment ti verbalizosh këto dy anë të medaljes. Pra, t'ja thuash me fjalë që fëmia ta dëgjojë konfliktin e tij të brendshëm të reflektuar nëpërmjet fjalëve tua. Ti je pasqyra, pra që fëmia të shoh atë pjesë të vetes që nuk e kupton dot. Pra ti bësh si një bashkanalizues i fëmijës. Një shembull konkret është ky. Ti thuash fëmijës, nga njëra anë e kuptoj që je i lodhur dhe dëshiron që fundjavat e tuaja të lira ti marrësh mbrapsht. Nga ana tjetër, i do shokët e tu, i do vërtet dhe nuk dëshiron që ti zgënjesh. Kështu që ti nuk po merr anë, nuk po gjykon, thjesht po vendos të gjitha kartat në tavolinë, po ashtu po organizon edhe rrëmujën e brendshme të fëmijës që ka në kokën e tyre. Dhe zakonisht kur një fëmijë dëgjon konfliktin e brendshëm që ka të thënë nga prindi i tij, e bëjnë zgjedhjen vet. Dhe hapi i tretë që duhet bësh ti është të kthesh vendimin. T'ja lësh të drejtën e vendimit fëmijës. Ti shprehimisht i thua, pavarësisht se çfarë zgjedh, ne të mbështesim. Pavarësisht se çfarë zgjedh, ne të mbështesim ty në zgjedhjen tënde. Kjo është një frazë shumë e frikshme për disa prindër që ta thonë me zot lart, por kjo e ndryshon gjithë dinamikën. Kur ai pushteti vendimmarrjes i kthehet fëmijës, ata ndalojnë së luftuari me ty. Ata ndalojnë përdorimin e gjithë energjisë së tyre për të mbrojtur autonominë e tyre kundër presionit tënd. Dhe pa pritur e gjithë ajo energji kanalizohet, drejtohet dhe përdoret për të menduar vërtet për problemin. Ata pra thjesht po qëndrojnë atje duke parë rrugën e hapur dhe duhet të marrin një përgjegjësi, dhe e marrin shumë kollaj. Është mahnitse se sa e thjeshtë është vetëm të largosh veten nga rruga e tyre. Pra, ta bësh këtë në një mënyrë mbështetëse, jo duke i thënë fëmijës, unë po heq dorë pa çfat me zgjedhjet e tua. Ky është pra ekuilibri i autoritetit relacional, është prani pa kontroll. Pra si përfundim ne nuk i lejojmë fëmijët thjesht të zgjedhin këmishat kuqe kundrejt këmishave blu ose të luajnë violinë apo si të jemi prindër të mirë, jo as pak. Po e bëjmë këtë sepse po trajnojmë disa mendimtar të pavarur, po trajnojmë në të vërtetë atë muskulin vendimmarrës, atë autonomisë. Çdo zgjedhje e vogël që bëjnë dhe çdo pasojë e vogël me të cilën duhet të përballen është një përsëritje në palestër të trurit. Dhe duam që ata të marrim, që ata t'i bëjnë ato përsëritje derisa ato rreziqe të bëhen gjithnjë më të ulta. Nëse nuk do që vendimi i tyre i parë real të jetë me këtë do të martohem, ose çfarë karriere të zgjedh, ose si ta trajtoj këtë krizë etike në punë, ne dëshirojmë që ata të vinë gradualisht me këtë muskul të stërvitur, shumë përpara se të arrijnë tek pesha e rëndë. Ne dëshirojmë që ata të besojnë veten, dhe për të arritur atje, duhet t'i besojmë ata mjaftueshëm për t'i lënë të praktikojnë këtë gjë. Kur nxitoni, t'i shpëtoni fëmijët tuaj nga pasojat e zgjedhjeve të tyre, ata nuk po i mbronin në të vërtetë. Ajo ju thjesht kështu po qetësoni ankthin tuaj. Mendojeni mirë, apo prinderoni fëmijën apo po prinderoni frikën tuaj? Është një pyetje që ja vlen ta bësh çdo ditë. Tani,
Unë e kuptoj se ju kam dhënë shumë informacion për përpunuar, ndoshta rishikojeni këtë video disa herë, ruajeni, mos harroni të bëni like, të bëni subscribe, që të mos humbni videon e radhës. Librat në fjalë, të cilat flasin për këto tema, që sqarova unë deri tani janë 5. I pari është The Self-Driven Child, fokusohet më tepër për të dhënë fëmijëve një ndjenjë autonomie, pra për të ndërtuar atë qëndrueshmërinë, për të reduktuar ankthin, pra është kjo pjesë për cilën merret ky libër. I dyti është Parenting with Logic and Love, mëson pra se si ti lejojmë fëmijët të bëjnë gabime në një mjedis të sigurt dhe të mësojnë nga rezultatet që dalin. I treti është Raising Human Beings, ky është më tepër për atë partneritetin bashkëpunues që folëm, pra thekson autoritetin relacional kundrejt atij autoritetit të bazuar në hierarki. I katërti është Unconditional Parenting, kritikon pra modelin e bindjes së rrept strikte dhe mbron respektimin e autonomisë dhe zërit të fëmijës. Dhe i fundit është How to Talk So Kids Will Listen. Aftësitë e komunikimit, pra, ky merret me aftësitë komunikuese dhe ofron lista fraza specifike që duhet të bësh për të ndihmuar fëmijët të shprehin emocionet e tyre. Në videon e radhës do të flasim se si të bëni prindërimin duke u vënë fëmijëve kufi të tillë në mënyrë që të mos marrin përgjegjësi që të kalojnë moshën e tyre. Është gjithmonë një kënaqësi të lexoj komentet tuaja në lidhje me çdo gjë.